Grupi është i kënaqur bashkë me Berishën nga analiza juaj, po puna është si do të orientohet zemërimi i popullit opozitar në bazë. Ç'a do ndodh në protestën e të premtes? Po në protestën e të premtes nuk ka për të ndodhur asgjë. Protesta e premtes është për nga koha dhe për nga gjithçka lidhur sidomos edhe me summitin që përmendet ju më përpara Europian në Tiranë, është absolutisht një dështim i radhës si gjitha dështimet e Sali Berishës. E para nuk mund të ketë njerëz, sepse nuk do të ketë njerëz, po të kishte njerëz se Sali Berisha do të kishte fituar zgjedhjet. E dyta, të prezantohesh në arenën ndërkombëtare, pasi ke humbur zgjedhjet në mënyrë spektakolare, me protesta të këtij lloji, është absolutisht një gur në rrota që i fut vetë ti makinës tënde. Kjo është ajo që mund të them për protestën e Sali Berishës pas 2 ditësh. Për ta mbyllur me PD-n, ku e shikoni fundin e saj? Se fundi s'pas ka fund. I PD-s. I PD-s e Berishës. Dëgjoj, PD-ja duhet të ketë parasysh që në këto zgjedhje Sali Berisha është fituesi i vërtet. As Edi Rama nuk është fituesi i vërtet, po fitues i vërtet është Sali Berisha, i cili mori vulën, mori Partinë Demokratike, është negociator tashmë edhe Edi Rama nuk mund të thotë më që nuk mund të flasë me një nëngarda, por e ka të detyruar negociatën me opozitën kryesore që është Sali Berisha. Nga ana tjetër, demokratët kanë gjithë të drejtën e tyre të zhgënjehen për humbjen, sepse po bëjnë 16 vjet në opozitë dhe me këto gjasa do rrinë akoma, dhe demokratët e vërtet duhet të kuptojnë që duhet patjetër të zgjedhin një tjetër alternativë. Fakti që në këto zgjedhje disa parti kanë marrë deputet, sigurisht janë edhe parti që para janë kundër Ramës dhe janë opozitare, dyta shumica prej tyre vinë nga e djatha. Kështu që duhet të punojnë fort, jo vetëm liderët e këtyre partive, po edhe njerëzit e shëndosh të Partisë Demokratike duhet të punojnë për të gjetur një alternativë tjetër. Sali Berisha e ka mision shkatrimin e Partisë Demokratike me këtë sjellje që bën. Mund të gjente rrugë dhe kur ajo të jepte dorëheqjen, nuk e jep, kështu që ajo parti do shkojë drejt zvenitjes akoma më shumë dhe nuk ka për të ardhur kurrë në pushtet. Zoti Leka, ju bën përshtypje që nga SBA-ja nuk kemi ende asnjë urim për zgjedhjet apo s'ka vajtur akoma lajmi për Teo Qani? Për urimi për zgjedhjet? Po, kanë reaguar gjitha kancelaritë e Europës deri tani. Nuk shoh ndonjë problem. Unë shoh faktin që nesër në summitin që do zhvillohet atje, një ndër folësit është edhe Jared Kushner dhe ndri Donald Trump, dhe unë mendoj që me këto i kam thënë të gjithë. Pra ndikimi, lobimi i Partisë Demokratike nuk mund të arrijnë deri këtu, është ndoshta si puna e rezolutave, pavarësisht se nga Partitë Popullore Europiane votua, Merci, Euroi, erdhi në Tiranë, edhe të tjerët. Jo, nuk ka qenë praktike e administratës amerikane të ronte fituesin ende pa u shpallë rezultati i zgjedhjeve. Jemi edhe korrekt në këtë aspekt. Bile këtë kod apo protokoll diplomatik e kanë shkelur liderët europian, me qenë se fitoria është e padiskutueshme dhe e thellë, e patjetërsueshme, e kanë thënë pas një raporti paraprak të SBE-ODIHR-it, ashtu siç e kanë thënë, pasi ata nesër ose do të mlidhen në Tiranë dhe do të zhvillojnë takime me
imagjinoni një rast kur liderët evropian do të vinë në Tiranë të bënin mbledhje me Edi Ramën kur ky kishte humbur zgjedhjet, fjala vjen. Do ishte nonsens. Kështu që ata kanë informacione të sakta, kanë gjithë pritshmëritë që mendoj i dini më përpara, kështu që në këtë aspekt ata e kanë shkelur këtë lloj protokolli në thonjza, ku vetëm pas certifikimit zyrtar të rezultatit të zgjedhjeve ndodh që vërshojnë këto falënderimet. Por ka raste që trendi dihet, kuptohet dhe tashmë çdo gjë është e qartë dhe e saktë. Edi Rama ka fituar zgjedhjet dhe është i lirë kushdo diplomat apo kryetar qeverie në gjithë botën ta urojë së ja.